Një tjetër rast suksesi është regjistruar në repartin e hemodinamikës në Spitalin Rënal të Shkodrës. Edi Smajlaj, mjeku kardiolog intervencionues, tregoi për një ndërhyrje tek një pacient 34 vjeç, duke konsideruar një rast me risk të lartë. Kemi të bëjmë me një rast tjetër, një rast, mund të them, një rast suksesi i ri në punën tonë të përditshme, tashme të suksesshme të kabinetit të hemodinamikës të Spitalit Rënal Shkodër. Është një pacient 34 vjeç, pra siç shihet pa mosha shumë e re, i cili paraqitet me dhimbje gjoksi në urgjencën e spitalit, shtrohet në spital dhe pas ekzaminimeve rezulton në një sëmundje të arterave koronare dyfazale, një sëmundje kritike që nuk është shumë e shpeshtë për moshën e tij. Duke pas parasysh pra jo vetëm moshën e tij shumë të re, por edhe rëndësinë e sëmundjes me cilën paraqitet pacienti, ky rast konsiderohet një rast me rrezik shumë të lartë, ju nënshtruar procedurës të PCI-s dhe vendosjes stentit në koronaren e smuar. Procedura fatmirësisht përfunoi me sukses plot. Kohët e fundit kemi një shtim të dukshëm të rasteve në mosha të reja, e cila përbën domethënë një alarm për popullatën përgjithësi që të jenë të kujdesshëm kashik këtyre problemeve, të cilat nëse nuk zgjidhen në momentin e duhur dhe në mënyrën e duhur, sillin probleme deri dhe fatale. Mjeku Smajlaj tregoi faktorët që çojnë në shfaqjen e këtyre problemeve të zemrës. Po, një nga faktorët mallor që çon në shfaqjen e hershme të këtyre problemeve janë probleme gjenetike, pa diskutim, por të ndërthura në mënyrë të shumë të rëndësishme edhe me faktorë tjerë të cilët ne konsiderojmë faktorë të modifikueshëm, që janë faktorë të lidhur ngushtësisht me stilin e jetesës. Pra, janë faktorë që ne mund t'i shmangim dhe mund të bëjmë që edhe sëmundja të shfaqet shumë më vonë. Këta faktorë janë si konsumi i dohanit, pra edhe pacienti që paraqitet me problematikën e fundit, është një pacient tek i cili përgjigjem shumë faktor risku, pra këto faktorë që po përmend më parë, pra ku ka një histori familjare për sëmundje të arterave koronare, por njëkohësisht pacienti vetë është një konsumues i rëndësishëm i dohanit, pra fumator i rënd, është një person obez, një person i cili nuk ushtrohet me aktivitet fizik. Këto faktorë ndikojnë në shfaqjen e hershme të këtyre problemeve. Përmes kësaj teknike mini-invazive, që realizohet vetëm në pak spitale në Europë, doktori bën të mundur rikthimin e funksionit normal të arterëve të bllokuara të zemrës pa pasur nevojë për ndërhyrje të rënda kirurgjikale.